më të ultat ashtu siç ishin, zot. Po çfarë të them unë ty? Të them që kur ne morëm detyrën pagën mesatare në sektorin publik, pra në punë shteti kishim 372 euro, edhe që sot vitin 2024 e mbyllën me 1000 euro pagën mesatare Instati, referoju Instatit. Pra, kemi bërë një rritje shumë të lartë, po të them që pagën mesatare të përgjithshme, pra atë të kombinuar në sektor publik, sektor privat, e kishim 322 dhe kemi sot 830 euro. 830 euro është paga mesatare sot në Shqipëri e përgjithshme. Ajo në sektorin publik është 1000 euro, si që e ka njësoj. Po paga minimale e kishim 157 euro, e kemi 400 euro dhe në vendim, si që kam thënë dhe më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari 2026, pagën minimale, 500 euro. Ndërkohë që shumica e kompanive, shumica e bizneseve e kanë shumë të lartë pagën minimale sot. Çfarë të them? Kush nuk do të dëgjojë, nuk dëgjon, është më shurt se sa ai që realisht ka probleme me dëgjimin. Kush nuk do të shikojë është më i verbër se sa ai që ka probleme me shikimin. Dihet kjo. Mentori, po pse në prag të votimeve bajni punë, po harroni se fitoni noc rrokun do merrni. Mirë më mentor, dakord. Do ta shohim në 11 maj se çfarë do të vendos populli në fund e vendos. Kam frikë se do zhgënjehesh se po bën tifozin, ndërkohë që duhet bësh njeriu i interesuar për të marrë atë që takon nga 11 maj. Dhe ajo që takon nga 11 maj është të investosh për pasaportën europiane të Shqipërisë dhe ta marrësh atë pasaportë, mendoj unë. Tifozlikun ke kohë ta bësh, po atë pasaportën merre, mos e lër. I dashur mentor. Dhe atë pasaportë ta jep vetëm ky që po të flet bashkë me atë partinë që është aty te kutia numër 5. Nëse Shkodra ka turizëm, e ka nga natyra dhe jo nga bashkia. Po mirë, natyrën e kishte Shkodra përpara se sa të ndronte drejtim bashkia, apo nuk e kishte? Liçenin e kishte Shkodra, apo nuk e kishte? Po bunën e kishte, apo nuk e kishte? Po kalan e kishte, apo nuk e kishte? Çfarë nuk kishte Shkodra nga natyra që i ka sot? Të gjitha e kishte. Po pse numri i turistëve rrit në mënyrë të jashtëzakonshme, pikërisht qysh se Benet Beci mori drejtimin e bashkisë Shkodër? Si e shpjegon ti këtë? Apo me që e fitum në Shkodrën edhe natyra filloi të buzëqesh? Ka mundësi. Po çfarë është kjo mohabet? Për të gjitha ndryshimet e jashtëzakonshme që kemi sjell, i ka sjell koha, i ka sjell natyra, po mirë, po pse nuk e pranoni një gjë shumë thjeshtë, që kur Shkodrën e kishte partia jote, se dukesh qartë se ke edhe në profil qartë Vulën, Shkodra ishte katastrofë. Po unë ndjen Shkodër, jam Lemeris, vajtat shoh kantierin e shkollës Ndre Mjeda, në mes qytetit, shkolla Ndre Mjeda, me një trup mësuesish e nxënësish që është shumë e mirë. Janë nxënës që fitojnë konkurse ndërkombëtare, fitojnë konkurse kombëtare, po ishte pabesueshme që
ajo shkollë ekziston akoma në Shqipëri, në mes të një qyteti, ishte e pabesuar, nuk kanë qytete tjera shkollësja. Ishte e mbaruar komplet, si kanë ndejt aty njerëzit, si kanë ndejt aty fëmijët, si. Edhe më tregon mu e bëri natyra, e solli koha. Jo, nuk e solli koha. Nuk e solli koha ndryshimin Shkodër, e solli Benet Beci në Partinë Socialiste. Fute mirë në kokë këtë gjë.